Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Përshëndetje të gjithëve, mirë se me kanalin ton. Unë jam Stezi. Unë jam Eleni, bashkë jemi Stezi Eleni Zylfo. Atëherë siç e mund të shikoni edhe këtu nga backstage-i jonë, ku jemi? Jemi një vend shumë i bukur. Shikoni sa bukur. Jemi me një tip si park plot me tulipana. Ne kemi pas shumë qef edhe fiksim sigurisht mami, sidomos sepse lulet I ka fiksim. I kam shikuar shumë në TikTok sepse në Australi kishin krij këto kampa plot me tulipani ku ti mund të shkosh edhe Holland, po edhe në Holland. Edhe ti mund t'i këpuqe, mund t'i ovviamente do t'i pagush, por janë tulipana proprio të bukura. Nuk janë si ato tek supermarketi, janë proprio tulipana. Janë shumë bukura. Janë edhe më të mëdha. Po, janë super të bukura, që unë nuk I kam parë asnjëherë kështu në jetë time, që proprio është hera e parë që po I shikoj tani do I shikoni se bashkë me neve. Po, edhe pastaj do ja tregoj më mirë. Patjetër. Edhe unë nuk e njifsha këtë vend, e ka thonë mami sot mëngjes. Kemi parë pak me ardha. Po, sepse kishim pak gjumë. Por më në fund ja vlen. Tani do të shkojmë të marrim një kasetë me edhe gryshëra, sepse do t'i presim edhe do I marrim me vete. Nuk kuptoj, s'kuptova shumë sa kushtoj, por unë kam kuptuar atëherë 3 kushtojnë 5 euro, edhe pastaj po ti do më shtu. Po, do më shtu lulet. 1 euro. Po, 1 euro. Quindi s'është as shumë. Po. Sepse janë proprio të bukura, edhe dua të marr ato proprio të mëdha për shtëpinë tonë, po. Quindi tani të marrim, kemi marrë edhe xhupët me vete, por është dita super e bukur. Filluar pranverë edhe jemi shumë happy. Atëherë, për pak do vim edhe në Shqipëri, quindi në komenta shkruani po ka va, po ka ftov, si është koha aty, mezi po presim të vim. Edhe kemi shumë gjëra me bë, do vim vetëm unë, mami, edhe Eleni. Babi edhe Beatrice Girl trip. do të kenë disa ditë relax, Beatrice dhe babi. Relax. Punë edhe shkollë, però pa ne do të rinë mirë. Sidomos pa mua edhe pa mamin. Po. Se ne folim. Edhe ju do dini që unë kam në mendje një prank për mamin edhe Stacyn. Nuk do ja them çfarë pranku, por është me vërtet shumë I bukur edhe besoj shumë argëtuese. Kështu që më shkruani te komentat. Jam pa kurioze tani. Pastaj për mua edhe për ty. Për ty ja? Po, për ty ja, është me vërtet fantastik. Është një prank, po. Prank. Që është një challenge. Nëse jeni kurioz dhe ju shkruani në komentat. Një challenge. Okej. Atëherë tani dua t'ju tregoj outfitet e përpara në filmom una. Kam këtë nga Scaffers, jeanset nga Levi se janë të mamit, e këpucat me Queen, çantën edhe këtë xhupin se kam marrë tek Zara, tek Zalando, nuk më mbaj mend. Zalando. Okej, ndërsa Eleni O kam vesh me vërtet shumë keq sotën. Jeanset, po, janë mami sepse ka shumë blet. Atëherë jeanset nga Zara, pastaj trike nga Zara, është një felpë, hoodie nga Zara. Këtë Zara, edhe këpucet me Queen. Syzet Prada. Janë të mamit. Mami hiku. Janë shumë të madhe. Më mërzit sepse fillim të kam përshëndetje, I thash mami përmende, po këtu e tha jo, nuk e përmend dot. Po, sepse ishte tu fol Stacy kështu, edhe pastaj u ka fut mami këtu po para kështu. Veronika thama, që jetë më, që e prit një sekondë. U mërzit. Hajde, është vaj tregojnë pak lulet, hajde Eleni. Po. Grazie. Pastaj këtu mund bëjmë edhe një aperitivo se për 2 persona kushton 35 euro. Ne nuk dim nëse do e bëjmë, por besoj që mbas që do marrim këtu, do shkojmë tek shtëpia dhe duam t'ju tregojmë the updates që kemi bërë tek shtëpia, edhe pastaj ndoshta do shkojmë tek Zara, our habitat. Po, shikoni këto. Janë shumë bukur. Janë shumë bukur.
në shtëpi kemi shqetësuar pak një gjysore. Tani Beatrice ka rregulluar lulet tek bazo. Edhe për pak do shkojmë të hajmë jashtë diçka me një fast food shpejt sepse babi pastaj do shkojë në punë. Burger King. Bea, ku do më shku? Burger King. E ka shumë fiksime, quindi do të shkojmë atje me hor. Edhe pse po hajmë pak keqë, me thonë vërtetën në këto ditë. Dje kemi hor pizza, sot Burger King. Pastaj gati çdo të diele hajmë jashta, gati. S'ka gjë. Bea, do shkosh ti aty edhe do i tregosh lulet, ok? Il tuo preferito qual è? Questo e questo perché è anguria. Anguria. Gjitha janë preferuar të Beatrices. Atëre, do ja tregojmë kuzhinën? Po. Mama, si e mendon ti, t'ja tregojmë? Po tregojmë? Okej. Do e tregojmë. Tani do të tregojmë krejt komplet. Atëre, me thënë vërtetën pak nga videot e keni pas shiku, kështu. Por, edhe këtë e keni shikuar tek videot e fundit, sepse është e re, do me thonë, new entry, është super e bukur edhe super komode. Po, edhe pastrohet super thjeshtë. Pastaj këtu kemi makinetën e kafës. Kemi vetë po makinetën e kafës, e kemi pas edhe tek shtëpia Bimbi. vjetër. Pastaj ky është E kemi mbim. gjëra më e veçantë, sepse na ndihmon për çdo gjë kur duam të gatuajmë. Nuk di po pse nuk përdorim. Duhet pastaj, mbas se të kthehemi nga Burger King, të shikojmë disa receta që duam të replikojmë edhe do të shkojmë këtë javë blejmë tipo gjëra, edhe me harë velutata, zgjedha, kështu gjëra. Pastaj kemi furrën. Kemi furrën këtu, kemi bërë gjash shumë torte, siç e shikuat edhe nga videot e tona. Kjo është dhe shtysh. Okej. Kjo është Per vino. e tha Bea. Hajni shikoni është kari kjo këtu tani. Është kështu, super e bukur, pastaj është ftoftë. Që nuk është ftoftë, është temperatura për venen. Bea, Kantin për vini. po, hajde Bea, mos e cek Beatrice. Bëhet me kishtë më. Shikoni tani, atëherë, tani e bëri Beatrice me gishta. Atëherë, kjo myve tani, okej. Edhe heshet drita, që fiket. Por nëse ne e harrojmë haptë, shikoni. Myve vetë. Pastaj këtu kemi disa, do me thonë, kaseta për gjërat, por thjeshtë kemi pasta, kemi ushqimet. Këtu është vendi joni preferuar sepse kemi krejt të gjërat tip çokolata, merendine, patatine, kreker, kështu gjëra. Me dhe Bea, këtu frigoriferin, se është super i madhe. Pastaj një gjë që na ka pas munguar shumë, lavastoviglie. Kjo na ka munguar shumë. Pastaj mami ka pas edhe idejen me vetë këtu tek lavastoviglie këtë këndin, ku me vetë gjërat për lavastoviglie, produktet. Tanezin, fiksu. Mamma, posso cliccare io? Non c'è da cliccare, Bea. Fai start. Fai questo qui. Clicco che? Brava. Mythe, avash. Brava. E pastaj edhe këtu. Atëre, po, e keni shikuar, por nuk ju kemi por nuk ju kemi treguar një gjë super e bukur. Atëre ju keni shikuar kësë është për karikuset, për gjëra, për prizet. Pastaj kemi këtë butonin, se ju e keni shikuar tek videot, edhe na keni pyetur çfarë është ai butoni. Atëre ky duke lar pjatat duhet që tanezim, sepse do me thonë tipo Pjetat të mbeturina që ngelin të pjatat, se hikin aty i grim që mos të kohajnë në tubat. tubat. Quindi s'ka nevojë që ti tresh aty, ti heshesh, ti vesh tek patumja, por thjesht ti nisim këtë. Kështu, do e lesh nis krejt kohën, deri që ti të marrësh me la pjatat edhe është rregull. No, mama, edhe gjë tjetër duam të tregojmë. Hajde këtu. Lavastoviglie ka një funksion aty që më shikuar orarin sa mungon. Bea, largohu pak Bea, është aty për tokë, që ky është pavimenti jonë, që është edhe tek qërapim tani.
Edhe është ky. Vedor. Edhe tani mungojnë. Ku? Vedor në bush. Kështu. Duket? Po kështu A ishe se nuk duket. Okej. Mungojnë 2 orë e 39 minuta. Pastaj, ndoshta mund të tregojmë edhe këtë, se është e bukur, është pak origjinale. Piru, fikë. Pastaj, vabbè, këtu kemi krejtë filgjonat për të pi kafen, çaj edhe kështu. Edhe, vabbè, taparela që më vjen kështu. Pastaj vetraten, po mos trego aspetta. Okej, tregoje tani. E kemi oborin aty jashta, por do e tregoj ma vonë kur do të rriten si jepet krejt gjëra, sepse është shumë e hapur për momentin edhe për eksperiencë nuk duam me tregu shumë. Mos ta mbyll krejt, no? Okej. Edhe, vabbè, dritat I keni shikuar gjitha. Karrikat janë ato që kemi pas tek shtëpia vjetër, por abinohen super të mirë me kuzhinën që kemi në këtë moment. Kjo ishte kuzhina edhe krejt gjërat e reja, edhe ju kemi shpjeguar pak më mirë për çfarë përdoren disa gjëra. Edhe nëse doni, avash do I tregojmë edhe pak sallën, tualetin e keni shikuar nëse na ndjekni edhe në TikTok, sepse kur bëjmë live, shumë pjesët e shtëpisë duken. Quindi shkoni na ndjekni edhe në TikTok, edhe në Instagram keni linkun poshtë në infobox. Dhe tani Bea, ku do shkojmë? Hajdeni me ne. Arritem! Oddio! Bea, hai l'untur? Sì. Tanto poco? Poco? Stai marrë portafolli. Perché te? Perché Cioè dobbiamo marrë portafollin pa lek. plot e kam, plot. Po s'du t'ja gjej. Vabbè, Sa punë kjo që ke punu shumë, punëtorje madhe. No, e këta është. No. Mbaruam darkën tonë dhe po shkojmë në shtëpi. Adesso andiamo a casa. Bea, je lumtur, ke hor shumë? Sì. A voglia! Wow! Arritem! Atëherë tani po heqim xhupin. Do e lej këtu te kuzhina që do e vesh nesër mëngjes para se të shkoj të flej. No, të flej gjumë, no, para se të shkoj në shkollë. Edhe kemi hor pak si shumë, kemi exagjeru. Por nejse, kishim uri edhe horëm. Këto tulipane më pëlqejnë vërtet shumë. Shikoni sa të bukura që janë. Ja dhuroj. Besoj që të shkoj më shpesh, mi e mor. Yo soy el bello de tu fantasía. Nadie lo hace como yo. Atëherë guys, ne tani do mbyllim këtë video. Dhe do shifemi shumë shpejt me një super video që kemi bërë unë dhe motra në Milano Marittima. Super I bukur, kemi argëtuar super shumë. Nëse nuk ta ndjekni në Instagram dhe në TikTok, neve ju lejmë poshtë infoboxin. Shkoni na bëni një super follow, neve ju puthim edhe të shifemi me një video. Bye!